Përshëndetje të shikues të nderuar, përshëndetje për gjithë ju të cilët po na ndjekni dhe pa durim po pritni që të fillon një kafe me mamën. Sot është një ditë shumë e veçantë për shkak se besoj se më gjithë ju e dini se Savaturs do të na mundson pushime verore shikuesve të tanë të një kafe me mamën, po ashtu dhe një kafe me labin. Një kafe me labin javën e kaluar i shpalli fitues të cilët do të na shoqërojnë në Rivierën Turke. Këtë javë do të shpallim edhe ne fituesit e tanë nga Maqedonia. Kështu që besoj se bashkë me grupin e një kafe me labin, një kafe me mamën, shoqëruar me Shkurte Gashin, Çumilin, kamerman të televizionit 21 do të udhtojmë për Rivierën Turke dhe do të kënaqemi për 7 ditë të plota. Do të bëjmë qef, do të bëjmë emisione, do të gjirrojmë, do të ham, do të pim, do të rrezitemi tanat mirat. Po unë do të zbuloj pas pak më vonë, ju të cilët na keni shkruar në fanpage-in tonë një kafe me mamën, rrini para televizionit se çdo moment do të bëj tërhiqjen e emrave të cilët janë fitues të udhëtimit ton apo për pushimet me Savaturs. Unë mos flas shumë, këtë radhë po duhet të hap emisionin me muzikë, me një këngë, kështu që po i prezantoj edhe mysafirët që i kam në studio, do të hapim me një këngë të Probendit. Probendi është këtu bashkë me Ganen. Dëgjuam një këngë nga Probend këtu në studiot e një kafe me mamën, këtu bashkë afër meje janë Probend dhe Ganja, apo më mirë ti quaj si fitues të festivalit Chelsea Muzikor. Mirë se erdhët, si ndjeni kështu si fitues të vendit parë? Mirë se të mbigi, po ai mirë. Gane, atë fleta jo, se radhën e kalume i flete, edhe Ganes edhe mu. Po, prape lodhën si zakonisht, na gjithmonë plodhën a jemi, po mirë, kur vi këtu të te kam një energji pozitive dhe e lodhja ma dhe automatikisht heket e dyqysh njëna shumë okej në televizion juaj. Ti këtë emision mos fol hiq. Jo, ka shka në tull toni. Kisha ditës me ardhën. Po dhe, jo, herë me kalume ke majtë emisionin krejt vetë, kështu që këtë ratë nuk përlan, po a i qa fol ma shumë të ishtë aty. Flasim mirë për festivalin, pastaj për videoklipin, po ashtu edhe do të promovojmë në videoklipin tuj këtu që ke tezës. Së më tregu si ndjeni si fitues të festivalit. Po sigurisht që ndjemi mirë. Mirë ndjeni. Tregoni drejta, e keni ditë ajo. Vesh një gjë do me thonë taman prej shpirtit që me pa di që të fitojmë se kemi bo klipin e që. Si kishtë bo, dhe nuk ishim shpenzuar. Po, sigurisht ato, po ta thomë që sinqerisht. Po, më dhuni shneju në festival. Aq. A nuk keni pak më ndoj për festival? Rritë me thonë, gjithmonë kom qenë ajo që kom deklaru që nuk marrë pjesë festivalit, për arsye se festivali është për këngëtar të ri dhe faktikisht është keq na me marrë pjesë se vetë bagazhi jonë nuk na e lejon, po. Këtë herë niva obligim diçka zikos me shpërbly zikon me një kongë të mirë, edhe për atë arsye vendosëm e djemt, konga dul shumë e mirë, me qenë se kemi pas qëllimin për festival, po e bënëm kongën për vetje, normal, edhe na pëlqej si kongë, një ditë prej ditë vetë, a e vendosëm e dërgojmë kongën të zikon, një shpërblim faktikisht prej neve, prej sa viteve zikove shkontribuan për neve këngëtarve, edhe thamë, okej, kështu që vendosëm e dërgum kongën, ama jo me pretendencë për çmem apo për diçka, apo vetëm tjetë një kongë e mirë në festival, pse jo? Po dënë bëhet model. Jo, absolut. Po dënë ata që kanë morë pjesët e mi thonë që një ditë prej ditë me bagazh keni me mërri edhe jo deri te Gonja, me fitua, dënë se sigurisht që nas muj me bo një kongë veç të bojmë, hajtë veç të bojmë një kongë të morë pjesë. Po ka qenë një kongë që pretendon do shta po dalë për modestisë edhe për hetë, se është kongë shumë e mirë, edhe duke i falenderuar Simbunjaku që me të vërtet e ka qëllu me tekst, me muzik. Normal atë shlagun e fundit virusi e ka dhonë, që falenderojmë shumë, edhe jem shumë të kënaqur me punën e tyne, edhe faktikisht mirë thamoni pretendojmë që t'jetë një kongë, një hetë veror, se është me të vërtet me një tekst shumë interesant, se unë jem qika e tezës këtyne. A nuk e qike halës, a? Ja, veç e tezës jam, edhe kështu që... Mos të arrojmë mi përshëndet dhe mi falenderojë djemë që kanë bo klipin. Pa tjetër. Do të flasim për klipin, për timit e festivalin një. Okej. Thuni, kë ndjeshit si konkurent? Për festivali ki fjallë? Pa. Na e ndjeshim gonën si konkurent. Jërit menja, këti. Ja. Jërit menja, dhe me ke konfitu qmimin e parë, sa dhe me kërkës e ndjesha. Ma e që se ka ditë që konga kom e fitu vërën e para, unë po thëmë që e këna ditë që kom e fitu konga vërën e parë, për arsye se pak ish kuptime për dalim për kongëve tjera,
muna me thonë që o konga. Ishim më të mirit, ha? Jo, konga. Ti që po thu? Më të mirit e që. Ska diskutim, absolut. Po, kënga mas juve, normalisht, ca e kanë kjo pëlqeu mas shumë ti? Kishte këngë të mira, edhe drejtë më thonë nuk mujta me veçu diçka që me thonë kjo apo ajo, se përgjithësi kanë qenë të mira. Balada ka qenë shumë e mirë dhe çupat janë që kanë kujtohet. Kështu që në përgjithësi ka qenë në rregull, atë në sa i përket konkurrentëve kanë qenë të mirë, me qenë se nuk jem shku ka ajo me përcjell kush ka qenë çka ka qenë, po drejtë më thonë kum dash që kjo këngë le të ketë festivali këtë këngë, se është këngë e mirë. Ajo ka qenë qëllimi jonë. A të mungu festivalet, Gane? Po drejtë më thonë, unë prej 2003-ës Nota Festi, kër unë bajt në Shkopë dhe ku marrë venin e dytë me Kristi Popën, asnjëherë s'kom pretendu me marrë pjesë më në për festivale. Prej 2003-ët tash? Nota Fest që ka qenë, po. Edhe kështu që... 2004 unë e fitova, nuk... Apo? Kjani si të fryëm dhe me këta në kuptan pa. Shumë dive që Jo, është një ndjenje veçantë, mire ka Viki, se është diçka pak ma... Te pyetëm në aktor. Kur je konkurrent me tjerë dhe faktikisht e ndin atë punën tonë, sa ke bo punë dhe që vlerësot puna jote. E bu du me tonë, te Ziko, do të thotë kjo pjesë që më kam pas mangu për shamu festivalet, jo, se patmirësisht kom deklaru gjithmonë që s'do të marrë pjesë festivale, për arsyet shumëta se... Se ki rajt, Gane? Po, kom rajt, këtë rastu në jëmë dali rëndë, se po publikisht Ganjare në vete, ganjare në vete, po, unë të tash, kjo ka qenë... Ganjare në vete. Me rëndësi është fiturja. Edhe pjesëmarrja. Këtë kom pjesëmarrja, din? Na fiturja. E të rishim, shtash, kur dalim në bëjmë i modesta, me rëndësi është pjesëmarrja. Me të vërtet, kur bëhet një festival me një skenë madhështore, me ndryshim bukur, njëri ju ka qef këndon edhe si shkene. Unë shkën dhe që marrë pjesë, po shkën dhe fitu. Po, normalisht edhe unë, derisa më shkel kama jeme aty, shkoj për diçka për Po, mudaru. ajo, normal. Se për pjesëmarrje, po marrë pjesë me një klipe, Në moment që ti të merë pjesë në gara, merë për me fitu. Pa tjetër. Po, unë për ndërlidhe këto kur e kom prezentu Qelsin muzikor para 2 vite, dyqysh lak më isha sa mire, interesant vika jo. Po, i falenderuam Zikos dhe faktikisht i urojmë suksese, se me të vërtet po përgatisin e festival që ka meti vetë me tujse. Në uzhdukën festivale. Po, vala. Poshtë në Shqipëri që funksionojnë? Keq, definitivisht keq. Ska tjerë. Ne bëjmë në Maqedoni sërish të rikëthejmë një festival. Po. Nota Festi, Big Fest bashkë. Kështë qenë ide i mirë. është e vërtet se dhe mu vjenë e ndjenje, më rikëthet e ndjenje më mungojnë festivalet. Po, të kapni ka qenë një nostalgji, normal. qep. Po, pasi që ke marrë pjesën shumë festivale dhe rikëthesh në bas sa viteve në festival sërish, po thuj 12 viteve, 13 viteve, se matematikën e kemi ne. Shumë të mirë. Shumë të mirë. Ma bëjt dalimin e festivaleve më të hershme dhe tanishme. Balla Bigi nuk po di me bo një krasim shumë të madhë, se për para për shamë A është e festivalet... lezeti ma parshëm, ajo? Jo, nuk është, unë po mendoj. Pra Ta do shta me ndjenje kom vetëm une. Po, se edhe mora pjesë para 2 vjetëve në këngën magjike, me atë qëllim mungonte, dusha... Po nuk isha i lezet. Jo, nuk është. Nuk është. Në përgjithësi, unë po flasë tash muzika, dhe ka ndryshu shumë, po si do që tjetë t'jallojmë kos, nështë ta... Ndoshta edhe ne kemi bën një Po nashta e, po, edhe po na nuk duke pak qaj është. Tu modernizu gjonat, tu u plezeti. Valla bash. Pikërisht është ashtu. Që është të po mënej? Ja, tu modernizuja edhe ne po plakemi, po kalojmë vite, po... E nashta edhe s'ku mo mujnë i mu kemi pajtu pash me do ato. sen, fillim na do këte interesant, shtash. Shnash timi na. Kur s'ko që me thonë njëri, dhe shnash. Shnash. Këthemi të videoklipi. Thatë që ta kishim ditë se do të fitojmë, nuk do kishim realizu videoklip. Sigurisht. Po, ju e realizut para festivalit videokliprin. Para festivalit. E hëngrët fare. Po, pëse se latë mas festivalit? Po, na mendum, kur bisedum me zveti, mendum që në moment që do të marrim pjesë, do të dela i gjirim, do të shofi njerëzit, edhe ajte bujmë edhe klipin t'ja pashkangjesim kongës. Po, moment kur na u shpallon fitus, një klip shqyqër, ja, dhe nuk e që kësha me thonë. Unë kësha me thonë shqyqër zotët që klipi ka dollë ma ndryshe pej tjera klipeve, edhe nashtë ajo e arsyton edhe shpenzimit e sarë që gjeni. Edhe krej. Edhe krej. E diskutohen ajo. Shnash. A, Qanita, ju si shqitkohen zoti, as një femën me nëzonë?
Por kom po fol. Për ju të tre. Bravo. Jo, Ganja e Zoja. Si e kom një, Ganja e Zoja, po juve ju s'vini për gjatë. Jo, atë në qysh, Bigi. Aty në moment, unë s'ma mërmendja që nuk jenë bodhe shumë martesa për mes qikës tezës. Nuk kush nuk jam bë. Të më kishe pat mu qik teze, nëmin e femnave i kishe në zonë, edhe ishe martu dhe kini kishe Po mirë, dhe po thëmë. Se unë jam pati tjetër kujt. Për me hymë dhe këllun e këni kom martunja 10 veta. Po 7 Vete gërgjysh! Tash ata 10 do të më bu me të martu ty. Amo, aty qysh. Unë mendoj që të mirat vinë kata dole, Bigi. Inshallah. Ja, është teksti, kur ma ka afru, tekstin, kur ma ka shkru Arsim Bunjaku, tekstin ma ka qunë në Viber, tha lezu që tekst, edhe une, më në dhe shpëpërnaj gara e atën, edhe une jau që edhe tekstin i lozit, tonit, gonës, edhe gonja krejtë e mërë që na po pëse zotmi. Njëtën e kom Adër kitë po se zotmi. Po ma dërgojnë isha me një darsën dhe nuk e mora shumë parasysh të shajën të vuaj i gare, po është sotin. Adër ka qenë për momentin që i ka tezës, thash, si ma na ishim të përgatit i qka tjetër. A për një me e keni qik teze? Ja, për seriosisht po tonë, kur ishim të përgatit një kong tjetër na, një kong tjetër të ma për festival. Edhe, kur peqona tekstin, qika tezës, Bigi me thonë drejtën, fillimisht së mboni për shtipje heq, po të kalzoj drejt. Pëlqej. Ja, po të gjush qika tezës, ome qika tezës, a thash. Qaki tekst pali. Gore. Ato që duken palidhe të dalin tekste më interesante. Zotin, kur e kena morë, kena analizu tekstin, po, aty veç kish brom, kish sene, edhe tash normal, këtë kong e koproduksioni Emra Komi, për shamoll, unë veç sa i ndëgjohat ato bisedu me zeti që e logarit që një kong prej kongve të mira të produksionit. Normalisht, nuk do t'ishte fitus i festivali, po mos që ishte kanga e mirë. Sigurisht. Ajo vrehet edhe dalohet një gjë kur fiton një kangë. Edhe virusi, Bigi, e ka bo një punë. Virusi, si emri vetë, virus! Virus. Virus, s'ka! A do më thonë, asoj muzike, edhe ati tekstit, virusi, ta mënja ka fut virusin, ta mënë, për një me ka bo... Kose ka emrin virus? Plasi pak për videoklipin. Kush e realizoj, si realizoj? Videoklipin VSM-ja, Ta që jenë bo bashkë VSM dhe Maximusi, jenë bo 2 produksione bashkë. I falenderojmë shumë se me të vërtet S'kom qërë pa e thonë që kom thonë atë në gjerim. Është hera e parë, njët pak e shkoptimi për i produksionit tjera që kem gjiru, se kem bajagi shumë videoklipe. Ka qenë videoklipi parë që na e gjirojmë, edhe përfundon videoklipi edhe jemi happy, kejtë s'ko, atë mund shkon qdo sen perfekt, edhe nuk njën lodhje, njën lodhje, edhe atmosfera dhe qdo gjirim të tregon qif, kër i pashme gjirimit, pëlqente. Hej, të shka... Jo, unë kom kesh me vetëm se kur më baraj dhe më thonë gjirimi, tash qysh po në që tash u disponova për u fjallatër me bo gjirim. Mirë ka isë shumë. Gjenët e bukra nuk i ndjenë edhe kalon koha shumë shpejt. Atëherë ne ta ndjekim këtë videoklip dhe rikthehemi sërish në studio. Shpresoj se ju pëlqeu videoklipi edhe pat momentin kur këto hypi në për balkone ty në të Ganja për me nëzonë. Ate mi kisha Po, qikën e tezës, po ty pse si ju hinë ndru. Jo, kjo qush reagoj që qabuni aty në klip, bish druni mungoj aty s'pat... Nejse, Ma dru sen si shkon, s'kish leset, naj dru, naj dras, ka kryja, naj karike, ja naj vas. Wow! Kish qire lezeshme dhe bukur. Po, edhe këta tani ma ndek. To më ne, mua hëpëre që anë avone. Pro bendi dhe Ganja. U bëtë si tim, si grup, Ganja e donë talash emrin tënë, anash po ti, bashkan gjitesh pro bendit. Faktikisht na jem... është e mira që jenë bashku 2 forca, edhe ajo e ka suksesin, për atë arsye dhe po na hisë puna shumë mirë, edhe faktikisht e jem pro bendin. Unë jam Ganja, po 2 forcat mira dhe po kem sukses, po kem pun, edhe s'do të ndalemi me punë. Bashkimi po fuqitesh. Definitivisht. Sigurisht. Jeni tërkos aktiv bashk, apo? Balla po thuj se sezonën e kalume kemi qenë momente, po 99% të kohës që po vjen jemi bashkë. A të shkon nerva Ganja? Jo, mu veç po më shkon një sen neva me thonë drejtën,
se s'mujmë na mi adhon hakun, kjo sa fol për neve, sa na don neve, dhe më thonë, biqe po më duket, mos po të prohet adën të njerëzit tjerë, se sigurisht mos flas tash për vetëm, po për bendi, ka po shumë ndryshime në për neja, në për dosma, në për sale, është shumë e vërteta, jo? Edhe tash gonja... Shumë pelafdon vetën, po s'ka lidhje. Jo, nuk pelafdoj vetën, pelafdoj për bendin, jo vetën, se na... Se kush e për bendi ti e? Jo, që ata dy... Ato dy s'folin. Jo s'folin kur. Po pikrisht... Ato i kela hjera. Po pikrisht, Bigi, ata... Ato vesh e rrinë aty. Bigi. Faleminderit më pafshi. Ato nuk folin, ato veprojnë. Ato veprojnë. A ti po folës me veprojnë. Unë po foli, qështu i kemi do samet. E këto, se për ndryshe, Bigi, kalojmë, jama tamam puna, kalojmë perfekt me gonën. Dhe më thonë, na, nështë ta kem pas nevoj me qenë një konktare, ose me qujtë një gjimit kundërt me neve, mos me qenë se qatë shumë kem ne edhe mramje, që ndoshta edhe fillojmë njerëzve edhe mi ju bomën në tonë, se kem familje që njëm edhe tërë që shkojmë ndasëm të ta. Dhe më thonë tash, ata pedin, probendja, okej. Ato repertuarin vadi krek shumë. Okej, edhe tash për shembull, kur kemi vendosur me qenë dikush, kontakti nuk edhe pse jemi miq me zveti familjarisht. A për një me jeni që... Po, jo, miq jemi. Edhe kemi vendosur me djem, kush kish me qenë, ndoshta ma adekat kish me qenë Gonja, me qenë me probleme, për arsye se Gonja është këngëtore tipike e lajfit, nuk është. E njeh popullorën, e njeh shumë gjëndre, e tani neve na ka dosht kjo formë, kështu që shpresoj me vazhdu puna që është të vazhdu që tash, jemi shumë okej. Inshallah keni suksesit dhe më të tjeshme, po ti tani më trego mu që shketu Himburg, bashkë me... Qërë big, na kur erdhëm... Vetëm 5 minuta o ka tashë në burg, kishën ardhë për protesta në Shkupje. Na erdhëm me vizitu parlamentin. Por zotin, une... Vetëm pak, gjendje të tensionuar, probedi vjen edhe hynë të parlamenti. Në parlament, edhe aty ka 2 shenja ku nuk gudzon të hyë as një makinë pos zyrtarëve. Polici të dalën i këta shkojnë parkohën edhe dalin si bosa. Më e bukra pasaportat i ka ganjave se ka televizion. Jo, Bigjetin ishtë puna une, me thonë drejten, unë i posh aty atë ndërpremjen aty që nuk bënë një, po ajtë me ndumë të kalojmë aty dhe dolim të televizionë. Po, sa mirë ka kanë me kalu, ka të një. Edhe ati qka se për ndërprejmonin ta, qëfar parkingu të mirë që atëm, ta po, raste, mire. A din që ishtë na u parkum aty, me roje. Dhe gjo, të është mi thonë t'yne, hesi për ma shpetet nëse për në thëtë dikush pse e latë kërën këtu. Edhe vesh kër ordoj polici, tha, në gjuhën e këtyne, tha, nga bemi një parku këta do një medalë për këtu. Edhe tash, për mos më banut e te, unë i thëmë tonit edhe gonës, i thëmë, hes një shkoni në televizion, unë e me Ilen, po shkojmë, a na pasosh atë dokument mos milon kërë, në qonë gonës, që krejt, me dokumenta, me pasosh, me krejt. Kur thotaj, po ma banë me dorë, vazhdo atë, në dhonë peshen një parking, tash me ndoba që po thëtë... Vazhdo të parkohë, e dhonë parkohë, kur tha, e ma më tha. Kur s'ka thirë, hajte një drejk me ta dhonë. Po, edhe tha, shko tha taja kolegja, taja policia, tha, dokumenta, ho, si kena dokumenta. Tha, parko më aty. A ki diçka për dokumenta, kur që aty le të nëftimin e kësha pas, cetën, tha, të kjerit ishin të ganja. Për shikus po flasim, me thirë që thira jo, dhe shumë mirë kesën e Bigi kem të pikaf. Në të piqaj kur në tirë mani. Oj, Bigi ta policia s'disha nga të këne. S'nalë shumë në ta, tha që tu nalë në dhe... Una kretari shtetit duke në të vërë shme të Bigi policia. Jo, unë ja bëjsha sojnë atë që më thonë që te Big Mama, edhe na jo, sa që më gojnë kemë qëmë të punë. Ke Big Mama, qërë Big Mama? Amo tani, faleminderit Bigi. Po, që të faleminderu ke. Faleminderit Bigi se... Jo që na pështove, po asë nuk na denun, se o une, për i thomi Iles thash, Ilo, thash, ku me di që kanë me menu këta që kemi orë në këtu. Edhe jam njëm në Abdurrahman. Po dhe këto i sisi. Ka man, thash, kanë me thonë, edhe po fatmirësisht, fal juve. Pa dënim shpëtut, po shtash atë paret e dënimi dhe shme mi thonë mu. Basë nësio. Amo vetëm me këshu so kontenim. O, sete, ka fi që restoran të jotë më ardhë më angër pa pare. Po, qëre, Bigja, të se ki problem për më ardhë, të kafe.com të unë
kafeteri. Jo kafe nuk du, me hongër do. Apo kofe.com e ko A emri. kafe.com, po. Bige, Apo para vesh kafe.com. Hajme pime. Kofe.com aty e kisi shpinë tonë. Tele shikus të ndërruar, kush ka dëshirë të hajet pi, kreti keni për me, shkoni të kafe.com. Kreti keni falë. Dhe shyni thujni Big Mama në ka qua edhe s'kan qare. Ose vetëm mini herë policin burg ishte. Po, ndoshim më shku në burg. Po taksiratën shku në burg dhe duheshte me të majtë, me të artë, me të këshyrë, sa herë. Oj Bigi, hajde, oj Edhe ma Bigi. shumë t'kish dalë punë. Ma shumë punë, shumë ma mirë, hajde i Ma mirë, në burg. ma mirë që na pështove. Po. Do më thonë gjithmonë problemi është me risi. Se kështu shkrujnë për portale, provendi me risi, ku të shkru nestra, provendi me risi në burg. Ti ka unë këta më abete pak se interesant ma shumë, po si e keni jetën private? A jetën private, mirë o valloj. Me draqënësh? Shnosh, mirë, po kalën qështu. Po. I martuar, single, beqar, I martuar deri në fund. I ratë. Buri devoqëm, bur besnik, dhe me kun... Po. Po, hajtë të qelu, i martum, sa Po. i martum, fmi, Më skallë ki, të. ski, Po, kam 4 fëmijë. 4 fmi ki. E kam Qa janë? vojzën e madhe në fakultet. Po, apo ransh tash? Jo, Jo, jo. po, për shata tash, më skallë se u martu shumë i vogël, i Po, rritë me. s'ka lidhe edhe 14 vjeç do ndër je po? jam jam 14 pasumllojt. Mos. Ja, ma vonë. A mone Bigi kom baja ke vjetën, nuk i kom pak vjetë. E dhe me ki kam do vjet, do këne i ri, do të mi thonë kompliment plas në pjap. Po, ata ka thonë, katune që duket ka lauz nuk dënë. Dhe në keqa. Gane? Kur noni, Po ti? mirë të qyshje që avonë. Si unë, a njëjtë, a? Njëjtë. Njëjtë, a kur që s'ka Qështë letri? na të mira vetë. Ne të mirat vetë, derë botë. Ej, Bigi. Tile që kusë të ndëruar, bëjmë propozim martesë unë dhe Gane. Mësit jemi na. Mësit Jem ju, të tezës. se krejti ka Jem me të muzikë. tezës. Jem të tezës, po. Me thonë drejten, një vit më herët ishte një kolege, një këngëtare e re me neve, edhe ishim një dosëm, edhe me atë lloj në dhondrit tash martohet si vjet ajo. Që ishim dosëm na, për zotin po, martohet me vllojën e dhondrit dhe prap jem na ndosëm të ajo. Kështu që edhe gonës për shpresojmë. Jo, s'ki qash përson sa i... Nuk ke S'jo me interesume, se Ja, po me interesume me herë. Jo, do të më thonë se Nuk është kanë herë problem. Shuj bre! Shuj bre? Po, mo. Gane! Jam rushe. S'ke askë... Ti kush edhe atë tikli të bre? Pilajna tjetër emisione bojmë veç unë e ti kështu emisionin Ja, edhe dalim kalzojna. Ku me guxu me kallzu, tani të nguz na, ku me guxu me kallzu. Po. Ha? E muzika ton? të mërë muzikë. Qere ty tash. Muzikën kam për mërë. Muzikën për marim unë e ganja, ne ti kën për marim, ne kën du për marim. Muzikë ka Kalzë ti, fjalë, që që ki remin? Super. Unë asë pas kënë gisht. Po nozën, po. Unë im shefa. Po, Jem artuar, 3 fëmijë, zotit i lasht. derit shumë. Gjizlëk, Ma ke gjithë. gjizlëk ti. Gjithë lëku i martum, e kam një djallë, Po. edhe li e presh kësë Aj ka për në shkoni ju, Lena, një mu me gane në këtë në kohë. E pas një kryu E punë. kretet një me jo, kretë këtë s'kena intervistën e... Knute, kretë, a? Ta në ti po. Është për Sidni. Edhe për Sidni. Ej! Hajtë se në sherin njëna të vapa se kur hajrin s'vapa. Sidni, në knaqët. Kush vjen këtu martonë në Sidni a kërka. Është kur pa bëjnë aj bum në i ditë ju, t'ju që ditë. Apo atë të ketë torë të njerëzit të të thonë, a, Bigi, po, s'ka problem. A po, sa po. Sa të Edhe këtu. mamuti Jo, s'ka po rash. Mamuti sa po hysh kusune. Pa. Po, ama ka haru, mamut Ferrati ma në. Amo këtë ta bëjnë që është për rafsh, apo dem? Pa të rafsh. Tani si po dolën për këtu të po Po harroj. beqa unë me më gjithë ato, unë Valla, kur pa bash. martu ka me jetë. Amo Bigi, unë besoj që guxon ti kush me imset për ty. Pas mundet me hy, po edhe s'ka i mashkull e i buqa më del mu bala. Ky shkusi e ka problem. Në shkusi, Kura mi thonë për Bigin, do t'i omër çfarë. pe atë në ngë jakëm. Pa ti dhe Gane, a je gaqë me zemër të na këndësh? Po pa tjetër, një këngë që me të vërtet mu më pëlqen shumë dhe falenderoj Ilir Beranin që ma ka bu këtë këngë, gjithashtu dhe Ardian Kastratin për orkestrem. Jam shumë e kënaqur me këtë këngë dhe sonte premier do e bëjt e te Bigi, se është një këngë deshte nuk i qare, kështu që vetë teksti Deshte nuk i qare, Ganja. Deshte nuk i qare.
A e bëjmë si bolë si nejtë ta... Apo do një me nejtë ala? Jo, dalëm në ato në pimë qaj. Oke, se kafe të pitëm për kafe zva nëzjera. Ajë, s'ka lidhje. Se i keni pinja 5 parës atë. Dhe së nalë shumë neve për burgit. Deri sa ju shlu po, deri sa i shlu prej burgit, kështu që mirë është puna. Unë ju faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit Një kafe me mamën. Jemi në minutat e fundit edhe një pyetje kisha pas për ju, çka pas kësaj? Normal punë, tash fillon sezona e dasmave. Edhe gonës, ja kemi përgatit një live. Po, një live më starojme të cek. As njerë ma herët. Është albumi i pari jam i live, që ma kam punu pro bendi. I falenderojmë shumë djemve, se me një përkushtim shumë të madhë kam punu. Edhe për mu diqë po të Astriti, falenderojmë edhe Astritin shumë, se kemi lodhë dhe ato tujse për na deri në Manchester United për punën. Kështu që jam e knaqur se është hera e parë, ma sa viteve, mas 12 projekteve të mija që i kam, solo, e kom bo një album live, popullor, ma ndryshe, i kom rikëthy disa kongë të mijat, u knaqën të i knaqë që kom bo verzion popullor, ka dalë shumë e mirë. Ajo normal mendimin e... Po ta në gjë albumin ty, se të përqenë ma bëjnë edhe mua. Pa tjetër Bigi, se me të vërtit ja vlen me pas një album, qëto këngëtare që na... Edhe unë e kam dëshirë edhe kam mendje këtë ta bëjë. Hajde Bigi, hajde të na, tjetë të na, edhe ta. Bigi, me të vërtit, na po mënomi me bo diçka pak më ndryshe të pakten, për shembull me morë kongën u knaqë këto knaqë që ka qenë. Reggae stila, jo, krejt u do... U bo popullore, se ki idenë sa bukur. Po ja, vlese, edhe ti ki shumë hitet më dhaja, Bigi, pëse më smiri këthy në zhandër tjetër, edhe njerës ti din, po dalë shumë bukur. Ta bojmë na live-in, vish ka dhe të fatë kongë për dënë. U kry, është tangoj një herë, tangoj se qa keni bo, se... Tangoj një herë, si te ke bo mirë vjebëj, si se ke bo mirë, ju ka zë dyshe kemi. Mos dysha Bigi se mirë Nuk ma kam dyshoj po. në asit juj, po me nëzi po pres të ndëgjë dhe nëse se ta bëjmë. Po ku jeni më shumë aktiv gjatë sezonit lëror? Për këtë punë le të Gjitha moni. pjesë e Kosovës edhe të Macedonisë. Edhe të Maqedonisë. Jeni më shumë në ahengje familjare? Ma shumë jemi ndosma, me thonë drejtë. Ndosma jemi në shumë. Ahengje familjare. Se sa mbrami. Na jemi edhe fillimisht kur kemi dollë tamam që jemi deklaru publikisht, jemi përcaktu për dasma ma shumë. Edhe faleminderit shumë për i gjitha tyni që për na zgjedhe neve. Zoti dhash bereqet. Inshallah. Keni përshtu qka për përshëndet dika? Me të falenderu. Nga Bigi. A, po falemderosh ti? Publikisht. Po ti? Falemderit. Jo, po bëha për shtypje se kur ardhën fillim, tha, ku me folë sot. Ko me folë, nga knaqë Po, po. Si rërin e kaluar? Na shloj me fola? Ja. Asur asmoni? Jo, po kemi qëllu të tretë kështu la fazona, kështu që se kemë problem. Falemderit shumë, unë ju dëshiroj gjithë mirat e sukseset e më të Falemderit tjeshme. Bigi shumë zemë. Bigi falenderit shumë, Falenderit. është knatësi. Teleshikues të nderuar, kjo ishte pjesa e parë me Ganën dhe me Pro Band. Unë këtu do të shfrytëzoj rastin që të faleminderoj Armen Ramadanin, i cili kujdeset për pamjen time, po ashtu edhe shtëpinë e modës Hera. Bashkëpunëtor të mi më besnik që çdo javë më rregullojnë dhe më veshin që të dukem sa më bukur para jush. Dhe tani do të rikthehemi pas pak për ta bërë për zgjedhjen e 2 fituesve për në Turqi me Savaturs. Na ndiqni pas pak.